Kryeministri i ardhshëm i Hungarisë, Peter Magyar, ka mbrojtur vendimin e tij për të emëruar Kunatin si ministër të ardhshëm të drejtësisë, duke këmbgulur se emërimi i tij u bë në bazë të meritës, ndërsa qeveria e tij përgatitet të marrë detyrën. Vendimi im u bazua në kompetencën dhe angazhimin e tij ndaj sundimit të ligjit. Nuk ishte një llogaritje politike, por një çështje se kush mund ta përfaqësonte programin e një Hungarie funksionale dhe humane, me ekspertizën më të madhe dhe integritetin e palëkundur, tha ai në një video të postuar në Facebook. Marton Melethei Barna, një avokat dhe bashkëpunëtor i Magyar, është i martuar me motrën e kryeministrit të ardhshëm, Ana Leona Melethei Barna. Vendimi i tij për të emëruar Kunatin në postin e ministrit të drejtësisë tërhoqi vëmendje, veçanërisht pasi Magyar, i cili i dha fund sundimit 16 vjeçar të Viktor Orban muajin e kaluar, me një fitore të thellë zgjedhore, kishte bërë fushat për luftimin e korrupsionit dhe rivendosjen e besimit publik në institucionet shtetërore. Partia e krahut të djathtë Fidesz e Orban ishte akuzuar vazhdimisht për emërimin e besnikëve në organet kryesore publike, duke përfshirë dhe gjyqësorin, duke shkaktuar përplasje shumëvjeçare me BE-n, e cila ngriu miliarda euro fonde për shkak të shqetësimeve për sundimin e ligjit.